Miq Prizmës, sot është afati fundit dhe afat kulminant i zgjedhjes së presidentes në Kosovë. Kosova ka 2 vite që është futur në një ritual, në një altalen, nuk e di, një cirk të zgjedhjeve të parakohshme dhe të mos zgjidhjes kurrë të problemit. Sigurisht unë kam përgjigje për të punë, dhe përgjigja ndodhet ke lëvizjeve vendosje dhe ke kodi që kanë Kosova, duke nxjerrë s'pakut 20 deputet pa merituar dhe duke futur në probleme të mëdha në klasën politike. Por, nga ana tjetër, është përgjegjësi e lëvizjes vendosje dhe kurtit vetë që nuk do zgjidhje. Do zgjedhje vetëm. Zgjedhjet i do mundësisht sa më tepër ai. Mirë po, mundësia sa më tepër aq është, nuk plotësohen herë kushtet e qeverisë, herën e kaluar nuk plotësoi kushtin e daljes në qeveri vetë. Vete do të thonë që ta zgjidhim me problemin pa alternativa të tjera. Dhe sigurisht pastaj i del problemi akoma më i madh i presidentit që kërkon akoma tepër vota në fillim, se pastaj zgjidhet edhe nga vetë gjysma edhe një më tepër. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që sigurisht do të futet prapë edhe në një sistem tjetër, ngërçi. Në anën tjetër, opozita është, dhe ajo jo vetëm jo e qartë, dhe sigurisht që mase edhe kjo paqartësi e opozitës nuk është çështje vetëm bashkëpunimi. Paqartësia e bashkëpunimit brenda për brenda opozitës njëherë, pastaj edhe për çështjen e presidentit te kundërshtari politik që është vetëvendosja ose vetë Albini. Qëllimet e nacional pushtetit ose sovranist pushtetit ose nacional majtis pushtetit të Albin Kurtit janë të qarta. Ai e do pushtetin e tyre. Dhe kështu zgjatet vazhdimisht nga zgjedhje në zgjedhje, ai pushtet po zgjatet praktikisht. Është një pushtet përgjysëm, por që është i gjithë i pushteti i vendvendosjes edhe njëkohësisht edhe i Albin Kurtit. Mira po keq ata e kanë atë qeveri, ajo fiton vazhdimisht, futen një parë zgjedhje të tjera dhe nga zgjedhje në zgjedhje nuk ka zgjidhje. Çështja e Vjosa Osmanit. Me sa duket, ndërkombëtariteti i madh i Vjosës, sjellja ndryshe Kurtit, afrimi me Ramën edhe me Tiranën në përgjithësi e bëjnë Kurtin të pa. Dualiteti politik midis tij dhe Vjosës tash është i qartë që është i papranueshëm nga pushteti i tij, po themi, edhe asaj Nrikullës tjetër që është ish-ministre e jashtme. Edhe Gërvalla. Dhe një nga njerëzit më të shëmtuar anti-Shqipërisë, megjithëse është rritur në Shqipëri edhe është shkolluar edhe ka vullnet e para në Shqipëri, edhe nuk e di, anti gjithçka, anti UÇK-s, në mënyrë tragjike anti. Por këtu nuk qëndron puna ke Gërvalla se sa ke Kurti. Ai tash nuk e pranon dot. Dhe normalisht ka nxjerr Konjufckën. Konjufca është pjesë e vendosjes edhe besnik i tij, por problemi është se Konjufcën e mbështet krahas 30 vetëve dhe për t'i dalë lakut që nuk jemi ne fajtori, thot kam edhe 30 vetë tjerë që mund të propozojnë presidentin, po ndërkohë e propozojnë, por nuk e mbështesin. Për të mbështesin Konjufckën. Dhe s'kemi arsye të mbështesim ty kur kemi njeriun tonë. Pra është një çështje e cila nuk do të zgjidhet kurrë me këtë kod zgjedhor që kanë në Kosovë, ku 10 deputet dalin nga serbët edhe 10 nga pakicat, 9 ose 10 nga pakicat. Propozimin e Haradinat zorse e pranojnë, nuk e pranojnë vetë as na opozit, që do ta pranote PDK ose BDK do kishin edhe 6 votat e Ramushit, por dhe kjo nuk i shkon mendja kujt, nuk ma merr mendja kurrë se lëvizja vendosje mund të duan një president si Ramush Haradinaj. Është e pamundur, sipas meje është një lëvizje e cila bëhet, por është e kotë ta pretendosh. Pra kemi një ritual tash, një cirk të jashtëzakonshëm
cirk të jashtëzakonshëm në Kosovë për mbi zgjedhjet e parakohshme, edhe mos zgjidhen kurrë problemet. Midis dualitetit në pushtet, midis një armiqësie të filluar, jo miqësie po themi, të filluar megjithëse dikur shkonin mirë, Kurtit edhe Vjosa Osmanit, është bërë mundur edhe ky raport i keq për presidentin. Dihesh edhe më përpara që do të hyesh në një par zgjedhje tjera. Dhe sot vërtetohet nëse do të jetë zonja Kosova, klasa politike kosovare, opozita po njëkohësisht edhe sovranist populistët që kanë leverdi të lëvizjes vetëvendosje dhe Kurtit që qëndrojnë në këtë pozita. Kështu ata gjithmonë janë të fituar. I humbur është pushteti normal në Kosovë, po vetëvendosja dhe Albin Kurti janë të fituar në këtë lloj drejtimi dhe as i bëhet fjalë se janë fituar, këtu pushteti janë rregull, nuk kanë ndonjë problem. Nuk kanë për të rregulluar asnjëherë normal punën me ndërkombëtarët, as me amerikanët. Dhe njëkohësisht në një farë mënyrë urrejnë edhe ato që i rregullojnë punën. Shembulli është ke Vjosa. Dhe ke gjithë tjerë që Shqipëria nuk ka pse ndërhyjnë më dhe nuk duhet ndërhyjë fare. Sidomos me lëvizjen vetëvendosje nuk duhet ndërhyjë në asnjë lloj mënyre. Sepse nuk bazohen me këtë punë. Ata janë kontrpartet e pushtetit Vučićit. Normalisht si sillet ai atje në atë besnikërinë ndaj një sovranizmi, sillen e këta në Kosovë. A conseguenza thonë italianët, por si par condition. Me që ata sillen ashtu atje, sigurisht janë idiot, sillen edhe këta kështu këtej. Edhe nuk mund t'ju thuash asnjëherë të mençur. Asnjëherë të zgjuar. Thjesht mbajnë pushtetin. Kështu janë pushtet mbajtësa dhe normalisht do ta mbajnë pushtetin sepse kështu i do mushka drut në Kosovë. Sigurisht. Kur edhe opozita është e paqartë, nuk bashkohet dhe njëkohësisht humbin në saj disa lëvizjeve dhe manovrave të cilat janë realisht më duken të tejskajshme, të përsëritura dhe të lodhshme. Kështu bëhet i tejskajshëm edhe modeli politik i një absorbimi të keqes dhe bërjes relativizimit të saj në mungesë të jashtëzakonshme të një pushteti i cili është i sigurt, është demokratik, është i pakorruptuar, se thonë që jemi të pakorruptuar, por ka korrupsion sa të duash, bile ai nuk bjen sy tash sepse është zgjedhje mas zgjedhjeve, çfarë kuptohet tash, çfarë bëhet atje, është i pakontrollueshëm. Edhe sovranizmit, pushtet mbajtës i cili i ngjan shumë atyre të serbëve. Duke ngritur lart edhe në Serbi ashtu thonë shqiptari, Shqipëria kështu, Kosova je, tako je, Serbi je, varilesh Kosova është Serbi e varilesh edhe këta Kosova është nuk e di, Kosova është e lirë, Shqipëria s'jaman goja këtyre vetëvendosjes, po këtyre tjerëve. Problemi është se luajnë me sovranitetin edhe luajnë me pushtetet të tilla, të cilët japin pikë njerëzit poshtë, por ndërkohë prishin punë administrim, prishin punë disa elemente ligjësie, kodesh edhe kushtetute, të cilat imponojnë marrëveshjen. Ata nuk duan të marrin vesh edhe rrinë në pushtet në këtë lloj mënyre. Një pushtet i cili fitohet sigurisht me 50%, por nuk është i zotit të komandojë veten, nuk është i zotit të zgjedhë veten dhe nuk është i zotit të zgjedhë presidentin. A do ta bëjnë tash nuk e di. Glaut konjusën kanë. Ndërkohë, nuk e di. Mase dhe në emër tjetër, nuk e di. Nuk ma mërmene që do ketë njerëz tjerë që ta pranojnë, sepse do t'jetë alternativë, nëse s'bijnë dakord për Glaukun, nga lëvizja nga Lidhja Demokratike ose nga PDK-ja ose nuk e di, Aramushi s'besoj, është e kodë do shkojnë në zgjedhje. Edhe kjo nuk është një punë e mirë. Nuk është punë e mirë, zvarritet. Zvarritet Kosova, zvarritet ekonomia, zvarritet financat, marrëdhëniet ndërkombëtare, zvarritet marrëdhëniet me Shqipërinë, sepse indikohen shumë. Imagjino tash që indikohen edhe ke Vjosa Osmani, afrimi me fjalë kanë parë në Amerikë atje, kur ka folë një herë mirë Rama për Vjosën, sigurisht atyre një pjesë të madhe të vizëve ose ka ikë truni. Po ky nuk është problemi i Kurtit, Kurti ka problemin më thellë se sa kaq. Është problemi i facebookistave. Kurti nuk do dualitet, do veten, jo dualitet në këtë drejtim.
një presidente si Vjosa aty do t'i prishte punë. Gati jam edhe unë i bindur që Vjosa nuk bën sepse shumë shpejt do ta kundërshtonte. Shumë shpejt shumë element të dekreteve ose shumë element tjerë politik do të ishin të ndryshëm. Në këtë pikë s'ka shanse që të bëhet presidente përveç se ndodhe një mrekulli që nuk e di mbas edhe ndodh. Dakor, miqtemi, kjo ishte për sa i përket zgjedhjeve në Kosovë. Shohim, ky emision që po regjistrojmë është përpara. Dhe duhet me prit se çfarë ndodh gjatë masditës. Unë kam regjistruar para dite, tash është ora është 1:20 po shkon. Pra, mund kemi ndodhi të tjera, kupton, edhe në këtë pikë nuk di çfarë them, por s'besoj se do ndodhin e gjë e madhe përveç kalimit edhe herë në zgjedhje të reja. Tjetra ishte mohabetet e parlamentit shqiptar, mohabetet e Zegjines me Flamurin tash, sepse imagjino tash me çfarë merret Partia Demokratike me Zegjine, Zegjine vjen akut, nuk lodhet asnjëherë. Dhe ja kujton Flamur Noka që është shumë i elaboruar, është intelektual i madh, thot po ktheni kuvendin si Zegjine dhe harron që kthehet si Flamur Noka që dje kuvendin karriket, hyp nëpërmjet atyre kondicionerëve, kthen mrapanicën gjithë publikut, e marrin fotografi, Mileti shtyhet me gardis, shan fyen, i bjen, i duket vetja më i mençëm se sa Zegjineja, edhe më i elaboruar me fjalë, është shumë intelektual i madh. Edhe Zegjineja pastaj si pasojë vjen Hakut, ja tregon ty vjen Hakut gazit, thot ai ylli. Imagjino kur 17 shoqata grash demokrate duan që të dënojnë Zegjinen për hatët gazbardhe. Ty vjen sepse sigurisht gazbardhi ka thënë për pronat e Flamur Nokës. E ka akuzuar për 700.000, nuk e di se ka akuzuar, tash Zegjineja i kujton moldave të kujtun, edhe shtëpiat që ka dhënë Saran njerëzve të vet. Ju tepron Zegjineja. Pastaj kur fillojnë debatet edhe midis Sali Berishës e Elisa Spiropalit, kupton, kur fillojnë përgjithësi duke u bërë, tregojnë se kush është. Sigurisht për qeverinë e re, kuptohet. Këta janë dakord edhe s'janë dakord, edhe për shkarkimet edhe për ngarkimet. Këta edhe nuk i duan edhe i duan gjërat. Është një marrëzi e cila sigurisht frymëzohet edhe sa të jetë Sali Berisha, ky do të jetë edhe parlamenti. Ai është njeriu që shëmton gjithçka. Duket sikur është piktor Edi Rama, në fakt piktori më i mirë i Shqipërisë është Sali Berisha. Piktura e tij është shumë herë më e shitshme edhe më e gjallë se sa ato piktura që bën Edi Rama nëpër murat e zyrës së tij ose ato që bën realisht. Nuk e di këtë librin e fundit, shohim, duhet ta marrim vesh se çfarë flet, mund të lexohet. Por për piktura, më pikturë të bukur se i bën Tiranës, Shqipërisë, Sali Berisha, nuk ka birë kurrëve edhe zëp kurrëve që thonë Shkodër që e bën më të bukur. Edi Rama i duket vetja piktor. Piktor i Shqipërisë është Sali Berisha. Ai e pikturon me flak, me zjarr, me mashtrime, me vrasje, me 97-a, me 98-a, me 2008-a, 2011-a, ai e pikturon bulevard, nëpër kopshte, makinat kthime për mys të Oldashit, ças pikturon ai, aty tjetrit në gjuhën e tij, pikturat më të bukura të Shqipërisë nga veriu në jug, nga Durrësi deri në Diber, i bën Sali Berisha. Ai bën piktura të njerëzve që zin notë dhe thonë kena rriollin. Ka pikturë më të bukur se sa. Njerëz që nuk kanë mësuar notin kurrë, se kanë pa detin kurrë me sy, e thonë kena tokën rrioll. Ças pikturon Sali Berisha, nuk lën gjë pa pikturu. Grabica, mashtruesa, zjarrvënca, kriminal ordiner edhe hajdut nga më të ndryshmet, plus fjalëve që nxjerr ky, është piktura më e bukur që mund bëhet ndonjëherë në Shqipërinë e sotme. Dakor, miqtë e mi, edhe pak a shumë, ky është edhe parlamenti. Kështu e pikturon edhe parlamentin e zotëni Sali Berisha. Kë desha t'ju them, dhe besoj se edhe ju jeni të qartë, ata që janë me mu. Tjerët ose që s'janë me mu, kanë kanale tjera, shkojnë të dëgjojnë çka kanë qejf ata për të dëgjuar. Unë këto fjalë kam, kështu e mendoj unë. Normalisht kësaj radhe po ju them atyre që s'duan të dëgjojnë,
Mos kujtoni se është piktor më i mirë Edi Rama se sa Sali Berisha. S'ka ma talent Edi Rama për Shqipërinë dhe për pikturën e saj se sa Sali Berisha. Dakord, miqtë e mi? Ja, të desha të them.